28 maj, ngriuni për vendin tuaj. Lajmi më i gëzueshëm për shqiptarët se sa dhe arrestimi i Edi Ramës është mbajtja në burg nga gjykata e lartë e një nga figurave më të vështira politike, Kusarit, Hajdutit, mashtruesit të Bashkisë Tiranës. Në komentin e djeshëm, unë pata thënë që do të zhgënjesha nga drejtuesit e gjykatës lartë, të cilët i kanë pasur shok gjimnazi, në qoftë se do të nxirrnin nga burgu Erjo Melin, dhe nuk u zhgënjeva. Vendimi tjetër lidhur me aeroportin e Vlorës tregon që gjykatat shqiptare mund të ngrihen në nivele pavarësie dhe të mos pyesin nga trusnia. Unë e di që shumë shqiptarë do donin të shikonin në burg edhe figura tjera. Rama meriton të arrestohet, familjarët e tij, dhe s'pak duhet zgjohet. Le të hedh syt se ç'po ndodh në Spanjë, kur forcat e policisë, zbuluesit, prokurorët kanë shkuar tek salia e Partisë Socialiste Spanjolle për të gjetur mëndzyrat e mëdha. E imagjinoni ju dot se çfarë gjejnë tek Beu i Surrelit, Xivrakut, apo tek selia ku diku rrinte Xhelil Gjoni? Natyrisht që SPAK ka agjendën e tij. Dihet që mbështetet nga amerikanët. E tha haptas edhe kandidati për ambasador, ish generali me trehyje. Në qoftë se do të dëgjonit me vëmendje deklaratën e ish generalit me trehyje, foli për Porto Romano. Në Porto Romano ndërlidhen keqas interesat e kastratit, por që në fakt është Rama, e Kushnerit, por nga pras është një gej si Grinell, dhe figura dhe figurina që kanë përfituar tit for tot quhet në Amerikë. SPAK le të hetoj, le të marrë të ndërtesën të kështat xhuxhat, sa dhurata apartamentesh kanë bërë kastrate, por në fakt Rama, për figura politike, të medias, si mund të falë dikush një apartament që shkon rreth $1 milion, zgjohu SPAK, mos flim bidosje. Shumë shqiptarë presin që çdo gjë të vijë nga Amerika. Jo çdo gjë realizohet nga ky vend i madh. Fryma po. Por ngritja e një strukture si SPAK, që duam apo s'duam mbështetet nga amerikanët, të lë premisat mira. Kam mësuar dje se Rama nuk jep më miliona dollar reklama për kanalet klienteliste të tij, por ka ndryshuar metodë. Jep leje ndërtimi, sidomos në jug, dhe po të shikosh që lejet e ndërtimin i marrin personalitete pa ndonjë llogari bankare apo biznesi, thjesht se punojnë, le të themi, tek klante, Top Channel, whatever, kudo. SPAK duhet e thoj, sepse korrupsioni është shumë masiv. Natyrisht që ja kam thënë, kur situata ndërkombëtare është shumë e ngjeshur, minimizohet interesi ndaj vendeve të vogla si ne. Por Rama është më izoluar se kur. Në Zvërnec po kryet një skandal tjetër. Natyrisht që nga pas është i banka Trump. Hetime ka nisur për Kushnerin në Senat, dhe nuk ja fal kush, barë mbi Trumpin do t'jenë. Shqipëria është e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. A ka fjalë më të madhe se kjo e frontit kombëtar, frontit nacional, ballit kombëtar të themi. Në Shqip nuk ka. Sepse Rama ka një projekt të largojë dhe 1 milion shqiptarë. Të vinë Bangladeshas, indian, çifut, djaj, rus, serb. Unë e thash dje që në qoftë se gjykata e lartë do të falte një figurë lëtyrë të politikës si Velia, i shqiptarët kishin drejt ta digjnin godinën e gjykatës lartë. Po. Por fatmirësisht ata ndonjën në nivel dhe unë i falenderoj. Çdo grupim politik duhet të bëjë
autopsin e ecuristi. Janë orvatur ta bëjnë demokratët amerikanë. Të kuptoni që përse humbur me Donald Trump. Sepse Kamala Harris kishte $1 miliard më shumë se Trump në fushat. Trumpin e torturuan në përgjigje 5 gjyqe kriminale. Do ta shkatronin. Në debatet Kamala Harris e turproi. Gjithë Vance, debat shumë keq, duke sikur po fitonin. Pollet e nxirnin Kamala Harris 3% më shumë se Trump. Por ne kemi thënë këtu nga pollet e Atlas që po fiton të Trump pse? Sepse demokratët kishin agendën kundër traditës amerikane. 12 milion emigrant të paligjshëm me kufit hapur. Inflacioni 9.2% në 2022, por inflacioni real shkoi deri në 22%. Gjysmë milion kriminal nga kufiri hapur. 3 gjini, transgender, simbas Biden, Kamala Harris, një mashkull që mund vishte fustan, mund shkonte tek dhomat e femrave, të merrte pjesë në ngjarjet e tyre. DI, preferenca raciale. Kjo ishte agenda të cilës po i bëhet autopsia sot nga demokratët. Edhe pse presidenti Trump ka probleme shëndetësore, ka rënje kognitive mendore. Është jashtë realitetit shpeshherë përsëri drejton një grupim tradicionalist. Dhe mos u duket abi që të fitoj dhe Kongresin, të mos u mbas dhe Senatin. Edhe pse ka ngelur në një cek not në Iran. U tërhoq nga çifuti polak Netanyahu, nuk dëgjoj inteligjencën e vet, CIA, por dëgjoj inteligjencën e Izraelit dhe tani nuk di se si dalë. Natyrisht që dëmi që ka shkaktuar ndaj Iranit është kolosal. Në qoftë se do të vazhdonte, duke shkatruar pa mëshirë, do të nxirrte nga ekuacioni i kontrollit të asgjëje aty në linjën e mesme. Problemi është me qeverit dhe vendet autokrate arabe, Izraelin dhe tek mos zgjidhja e çështjes Palestinës. Natyrisht që Trump ka biseduar me kinezë. Natyrisht që Trump mund të ketë probleme, mund të jetë narcisist, por republikanët dhe ata që kontrollojnë këtë vend të madh do ta gjejnë zgjidhjen në të mirë të rajonit të Amerikës por dhe të botës. Ndryshe e majta akuzon se mund të kemi recesion dhe sulmet kanë qenë të ndaja sepse Trump ka shkuar për herë të tretë për një kontroll që bëhet një herë në vit në qendrën mjekësore të presidentit, ka ndonjë mbi 3 orë gjysmë, duket që ka probleme shëndetësore, është një 80 vjeçar. A do të nxjerrin mësim amerikanët që në shtëpinë e bardhë mos të dërgojnë më pleq për azil si Biden e Trump, më keq është në Senat. E keni parë Mitch McConnell, out. Duhet këtë kufizime mandatet e këtu dhe janë hedhur këto. Trump duket që e kontrollon pa kufi Partinë Republikane. Fitojnë kandidatët e tij, por kjo mund ta dëmtojnë në mes mandat sepse janë ekstremist. Dhe këtu në Amerikë nuk janë antar partie që është i regjistruar republikan, i regjistruar demokrat ose independent i pavarur. Dhe janë nga 33% këto 3 grupet të mëdha. Trump ka kërkuar që të mos ketë numërime me makina për votat, për me dorë. Dhe janë thuajse gjysmët e shteteve amerikane që kryejnë këtë. Të mos ketë votime me letër, pra gjithçka në favor të për të bërë maksimale votën e republikanëve. Në qoftë se larg qoftë vdes në detyrë, J.D. Vance e çon përpara agendën e magës, por Trump, edhe pse ka kohë që nuk është aq energjik dhe ka probleme, ka ekipin e doktorëve më të mirë në botë. I është sugjeruar Ozempic,
rritur dozja për kolesterol, por e panë vetë në Kinë se si Trump e kishte energji. Trump beson se është një mision dërguar nga Zoti për të mirën e djathtës amerikane. Mënyra se si fitoi, por siç thot Bill O'Reilly, mos dëgjoni çfarë flet, mos lexoni çfarë shkruan. Ky është Trump. Nuk është presidencial, por ai që quhet Deep State, ata e kontrollojnë këtë vend të madh. Natyrisht që është e vështirë dhe nuk ka ndodhur kurrë që presidenti të kontrollojë ushtrinë ose CIA. CIA është e lumtur kur si president vjen dikush që s'ka asnjë përvojë ushtarake. Dhe me ta talën. Dy kanë qenë presidentët që CIA është ndjerë më mirë se kur të herë, Obama dhe Trump. Drejtori i CIA ka shumë pushtet. E spostoi Borzilok Gabertin, drejtoreshën e inteligjencës, e cila është shefi e tij. Ajo dha dorëheqjen, por unë e kisha thënë kohë më parë. Parashikimi im e eksëth duhet të ikin janar. Shumë shanse të vit DeSantis. Figurë me integritet, me përvojë, çka do ishte një kandidaturë e përsosur për president, është në të mirën e Amerikës, në të mirën e botës, në të mirën e Shqipërisë që shtëpia e bardhë të mbes me republikanët. Dhe unë besoj se kjo do të ngjasë. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.